Të nderuara motra dhe nëna, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të mediave, i nderuar kryetar bashkë me zonjën tuaj, i nderuar kryetari shefi shtabit Ilir Saiti me zonjën tuaj, të nderuar kandidat për deputet, përshëndetje për të gjithë, dhe më lejoni që në emrin tim t'ju përcjell përshëndetjet më të sinqerta, gjë që sot më bën të ndihem shumë e nderuar që ndjenjem në mesin tuaj si qelës i këshilltares komunale, po ashtu edhe si kandidate e mundshme për deputete në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Një fakt tjetër që më gëzon shumë është shtimi i theksuar i motivimit dhe interesimit të femrës kumanovare për të qenë pjesë aktive në proceset politike. Fakt që më së miri dëshmon prezenca juaj që jemi sot këtu të mbledhur në një numër aq të madh në këtë eveniment të BDI-s të organizuar nga Forumi i Gruas së BDI-s në Kumanov. Andaj të nderuara motra kumanovare, unë ju bëj apel që t'i bashkangjitemi në vazhdimsi aktiviteteve tona në mënyrë që çdo ditë e më shumë të avancojmë pozitën e femrës në shoqëri. Këtë e them sepse gruaja, përgjatë historisë kudo në botë ka dëshmuar dhe se posedon aftësi të veçanta për të krijuar së pari familjen dhe për të edukuar ato dhe për të drejtuar drejt sukseseve tona. Pse jo që të dëshmojmë atë se edhe ne mundemi të jemi bartëse e proceseve të rëndësishme politike. Një gjë të tillë mund të arrijmë edhe ne, ashtu siç e kemi filluar veç të dëshmojmë sot, ashtu do të dëshmojmë edhe në të ardhmen. Kështu të bashkuar bashkë të vazhdojmë që të bashkërendisim edhe femra tjera të cilët nuk janë këtu prezent, ku përmes neve do të përcjellet mesazhi jon, që të bashkangjitemi bashkë Forumit të Gruas, që të jemi sa më të forta, të bashkuara dhe të shkojmë bashkë drejt për të arritur qëllimet tona edhe ne si femra. Unë ju garantoj se bashkë do të arrijmë qëllimit në qoftë se jemi kështu të organizuar dhe ju apeloj që me 27 prill dua të cek se gjatë edhe disa aktiviteteve që patëm gjatë këtyre ditëve, ne si Forumi i Gruas, që apeloj juve edhe pse e dini, që me 27 prill, kur të dalim të votojmë, ne kemi ndikim të madh si nga familjet tona, po ashtu edhe në rreth edhe në shoqëri. T'i bëjmë apel të gjithëve që me 27 prill të marrim vetëm listën e deputetëve dhe t'i themi jo edhe një herë presidentit, ku atë listë nuk do ta marrim hiç. Do ta lojmë atë listë, t'i themi jo, një jo të madhe edhe një herë presidentit dhe të votojmë numrin 4, opcionin më të mirë që na shpije drejt Evropës. Atëherë, bashkë do t'jemi më të mirë, bashkë do t'jemi më të fortë dhe bashkë do të shkojmë edhe për Evropë. Ju falemnderit.